Nominimi I kësaj jave ka nxitur diskutime të shumta në rrjetet sociale, ndërsa sipas sondazheve të publikut, balancat mes banorëve duken më të tensionuara se kur. Casey rezulton aktualisht më I rrezikuari me 32%, duke kryesuar listën e votave për largim. Menjëherë pas tij renditet Tina me 30%, çka e vendos edhe atë në një situatë delikate ku çdo ndryshim mund të jetë vendimtar. Ndërkohë, Lorna mbetet në zonën e nxehtë me 28%, shumë pranë dy emrave kryesor dhe pa asnjë siguri deri në momentin final. Në anën tjetër, Miri dhe Selin shfaqen më të qetë, sipas sondazheve, secili me nga 5%, përqindje që për momentin I më në larg rrezikut të largimit. Ky nominim ka ardhur si pasojë e një zinxhiri të papritur për banorët, I nisur nga Mateo, I cili ndryshoi rrjedhën e lojës dhe krijoi tension të menjëhershëm brenda shtëpisë së Big Brother VIP. Në përfundim të këtij zinxhiri, 5 banorët e fundit të përzgjedhur u dërguan në nominim, duke rritur ndjeshëm pasigurinë dhe duke vënë në provë aleancat e krijuara. Po ju, kush mendoni se duhet të larë shtëpinë?